Veprimtari Haradin Gashi, përmes një postimi në Facebook, ka shkruar në lidhje me rolin e Albulena Haxhiut si ushtruese e detyrës së presidentit, duke theksuar se nga data 5/4/2026, ajo do të ushtrojë këtë funksion deri në zgjedhjen e presidentit të ri për një periudhë maksimale prej 6 muajsh, sipas Kushtetutës së Kosovës. Ai ka theksuar se Haxhiu do të ketë kompetenca të plota presidenciale, duke përfshirë përfaqësimin e shtetit brenda dhe jashtë vendit, shpalljen e ligjeve, dekretimin e emërimeve, thirrjen e zgjedhjeve, mandatimin e kandidatit për kryeministër si dhe rolin e komandantit suprem të forcave të sigurisë së Kosovës, përcjell bota sot. Në fund, Gashi ka shtuar se është kundër mbajtjes së zgjedhjeve të reja, por shpreh besimin se Haxhiu mund të bëjë punë të mira nëse i jepet mundësia të shërbejë për 6 muaj si ushtruese detyre e presidentit. Në vim, postimi i plot. Kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu, nga dita e diel, pra pas 3 ditësh, 5/4/2026, presidenti shërben deri në zgjedhjen e presidentit të ri, maksimumi 6 muaj sipas Kushtetutës, do të ketë kompetenca të plota formalisht. Zonja Haxhiu, ushtruesja e detyrës, do t'i ketë të gjitha kompetencat e presidentit, përfshirë përfaqësimin e shtetit brenda dhe jashtë vendit, shpalljen e ligjeve të miratuara nga Kuvendi, dekretimin e emërimeve, për shembull ambasador, gjyqtar sipas procedurave, thirrjen e zgjedhjeve, mandatimin e kandidatit për kryeministër, ushtrimin e rolit si komandant suprem i forcave të sigurisë së Kosovës. Po ashtu, personalisht jam kundër që të shkojmë sërish në zgjedhje, por besoj se Albulena do ta kryejë shumë mirë këtë punë nëse i jipen 6 muaj si presidente, ka shkruar ai në këtë reagim për këtë çështje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se do t'i ftojë sërish liderët e partive në takime për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Megjithatë, dallimet e thella mes pozitës dhe opozitës po e bëjnë arritjen e një marrëveshje e gjithnjë më të vështirë. Në këtë kontekst, zgjedhja e presidentit rrezikon të kthehet në një tjetër betejë politike pa epilog të qartë, duke shtuar pasigurinë në skenën politike të Kosovës. Përballë kësaj situate, gjithnjë e më shumë po përmendet edhe mundësia e shkuarjes drejt zgjedhjeve të reja, si një skenar i mundshëm për të zhbllokuar krizën institucionale. Njohësi i çështjeve politike, Dashnim Hebibi, në një prononcim për Bota Sot, vlerëson se ftesa e Albin Kurtit për opozitën për zgjedhjen e presidentit kam pak gjas të sjellin marrëveshje reale. Sipas tij, qëndrimet e kundërta mes pozitës dhe opozitës e bëjnë procesin më shumë formal, me rrezik që takimet të përfundojnë pa rezultat konkret si edhe herët e tjera. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar ftesa për liderët e partive opozitare në përpjekje për të siguruar votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit të ri. Megjithatë, duke u bazuar në zhvillimet aktuale politike dhe në përvojat e mëparshme, nuk pritet që këto takime të prodhojnë një konsensus real. Opozita vazhdon të mbajë qëndrime të forta dhe shpesh të kundërta me pozitën, ndërsa edhe vetë qeveria është e vetëdijshme për këtë realitet. Kjo e bën procesin më shumë formal se sa substancial, duke rrezikuar që takimet të përfundojnë pa rezultate konkrete, ashtu siç ka ndodhur edhe më parë, theksoi ai. Tutje Hebibi thekson se situata politike ndërlikohet edhe nga paqartësia rreth rolit të Vjosa Osmanit në të ardhmen. Sipas tij, mbetet e hapur nëse ajo do të vazhdojë aktive politikisht apo do të tërhiqet gradualisht. Situata është e komplikuar më tej nga roli dhe ardhmja politike e presidentes aktuale Vjosa Osmani. Ende mbetet e paqartë nëse ajo do të vazhdojë të jetë aktive në skenën politike apo do të tërhiqet gradualisht. Në këtë kontekst, përfshirja e saj në struktura partijake, si për shembull në Lidhjen Demokratike të Kosovës, shihet nga disa si një mundësi për stabilizim politik, po ashtu një afrim i mundshëm i Donika Gërvallës me këtë subjekt do të mund të krijonte dinamika të reja brenda spektrit politik. Megjithatë, politika në Kosovë ka treguar vazhdimisht se nuk ndjek logjik lineare. Shpesh rezultatet nuk janë produkt i kalkulimeve të thjeshta, 1+1 bëjnë 2, por i një kuzhine politike komplekse dhe të paparashikueshme, ku interesat, kompromiset dhe presionet ndërthurë në mënyrë të papritur, shpreh ai. Në përfundim, Hebibi vlerëson se mundësitë për një marrëveshje mes pozitës dhe opozitës mbeten të ulta, duke paralajmëruar zvarritje të procesit dhe humbje kohe institucionale. Madje sipas tij, vendi rrezikon të përballet sërish me zgjedhje të reja, të cilat mund të sjellin zhvillime të paparashikueshme, përfshirë edhe një rol më të madh të diasporës. Në këto rrethana ka pak gjasa që të arrihet një marrëveshje e gjerë ndërmjet pozitës dhe opozitës, më shumë gjasa
procesi do të zvarritet, duke humbur kohë të çmuar politike dhe institucionale, derisa vendi të përballet sërish me opsionin e zgjedhjeve të reja. Këto zgjedhje mund të sjellin risi të paparashikueshme, përfshirë edhe një përfshirje më të madhe të diasporës. Mërgata shqiptare luan një rol të rëndësishëm, por shpesh ndjen se zhvillimet politike në vend nuk reflektojnë interesat e saj. Megjithatë, përgjegjësia për situatën aktuale nuk mund të atribuohet asaj, pasi vendimarrja politike mbetet në duart e aktorëve brenda vendit. Në thelb, problemi qëndron te mungesa e kompromisit dhe te polarizimi i thellë politik. Inatet dhe ndarjet e vazhdueshme e bëjnë të vështirë arritjen e marrëveshjeve të domosdoshme për stabilitet institucional. Në një kohë kur Kosova përballet dhe me sfida serioze ekonomike, me një hendek të theksuar mes të pasurve dhe të varfërve dhe një shtrese të mesme të dobët, zgjatja e krizave politike vetëm sa e përkeqëson situatën. Përfundimisht, nëse nuk arrihet një kompromis i sinqert dhe i qëndrueshëm, skenari më i mundshëm mbetet ai i zgjedhjeve të reja, dhe këtë herë ato mund të sjellin zhvillime të reja dhe të paparashikueshme për të ardhmen politike të Kosovës, përfundon ai për gazetën.